Sot ju kam sjellë recetën një tiramisu të shpejtë, të shijshme dhe pa vezë. Si fillim do të na duhet 500 gram mascarpone, të cilën do ta rrahem me mikser. Do të hedhim 500 ml pana të ëmbël ose pana pasliçerie. Do vazhdojmë t'i rrahim mirë me mikser për disa minuta derisa masa të trashet dhe të mpikset. Tashmë e kemi gati, do ta lëm pak më njanë dhe ndërkohë në një enë do të hedhim pak ujë të nxehtë. Dhe në të do të shtojmë 4 lugë kafe Nescafe. Do vazhdojmë ta përzijejmë mirë derisa kafja të tretet plotësisht. Gjithashtu do të na duhen dhe biskota për tiramisu ose mafishe, siç i themi ne ndryshe. Do t'i presim shumë pak fundin në mënyrë të tillë që të qëndrojnë drejt. Dhe do t'i rëndisim si që shikoni në video. Tashmë biskota do fillim t'i zbusim me kafe dhe do t'i rëndisim njëra pas tjetrës. Do të hedhim sipër pak nga kremi që përgatitëm dhe do ta përhapim mirë. Do veprojmë në të njëjtën mënyrë. Disa nga biskotat do t'i ndajmë në mes, në mënyrë të tillë që të zejmë vendet bosh. Vazhdojmë të hedhim përsëri nga kremi. Do ta përhapim mirë. Vazhdojmë përsëri të vendosim një shtresë tjetër me biskota. Do t'i hedhim përsëri kremin. Do ta përhapim përsëri dhe do t'i hedhim dhe një shtresë të fundit me biskota. Do t'i hedhim në fund pjesën e mbetur të kremit. Mund ta hedhni si të dëshironi, mund vetëm ta sheshoni sipër, por unë kam përdorur këto format e pasliçerisë për t'i dhënë një pamje më të lezetshme. Pasi i vendosim sipër kremin, e mira është që ta vendosim në frigorifer për disa orë dhe ta lini të pushojë dhe më pas t'i hidhni sipër kakaon. Pasi ka pushuar, do t'i hedhim kakaon. Dhe tashmë do ta presim dhe e kemi gati për ta konsumuar. Është një recetë praktike, e thjesht për ta përgatitur, nuk ka nevojë për vezë, siç është tiramisuja tradicionale, dhe del shumë e shijshme. Nëse e provoni, ju bëf mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.